Pas ditëve me reshje intensive që shkaktuan përmbytje në disa zona të vendit, moti është përmirësuar në pjesën më të madhe të territorit. Lajda Porja thot se ky stabilizim është përkohësisht pozitiv pasi ndihmon në uljen e nivelit të ujrave, por rikthen reshjet e dëborës dhe uljen e temperaturave. Nuk është se kam shumë lajme të mira, që është e vërteta, duke filluar që nga nesër kemi sërish të zhvillim të vranësirave duke sjellë reshje, do ketë reshje shiu në pjesën më të madhe të territorit ku do të ketë edhe rrebeshe, do jetë zona jugore dhe juglindore e cila do të ketë reshje më të shumta. Pa diskutim në zonat të thella malore presim dhe reshje dëbore, duke qenë se temperaturat në fakt janë të ulta, sot regjistrohet temperatura -2 gradë. Ndërsa shirat do të rikthehen gradualisht që mbrëmjen e së hënës deri të njëjtën dhe do të përfshijnë pjesën më të madhe të vendit, ku rrezikohet më së shumti territori jugor dhe juglindor. Le të themi që në frontin e parë të luftës në thonjza do të jetë jugu, pra do të jetë Vlora, Gjirokastra, Saranda dhe e gjithë zona juglindjes, pra qarku i Korçës, po Gradeci, Korça, Erseka, Bilishti, to do jenë zona që do marrin më shumë reshje për shkak se dhe vranësira epiqendrën e ka pikërisht në jug. Me afrimin e festave të nëntorit, parashikohet që dita e 28 pjesërisht dhe 29 nëntorit të jenë pa reshje në pjesën më të madhe të vendit, duke sjellë një mot më të qëndrueshëm për aktivitetet festive. Ka më shumë diell dhe reshjet janë shumë të pakta. Megjithatë, nuk mund të themi që do të kemi një ditë që të jetë 24 orë me diell edhe me temperaturat larta. Pra vranësirat do jenë prezente, reshjet jo shumë problematike, jo reshje rrebeshe shtrëngata që mund të prishin punë, por që do të jenë prezente dhe më të theksuara në datën 28 dhe më pak do ketë 29. Muaji nëntor duket sikurse do të mbyllet me kohë të mirë, por me male të mbuluara nga dëbora.